Këto janë 12 makineritë e para të ndërtimit që ka nisur të hyjnë në territorin e Rripit të Gazës. U nisën nga Egjipti drejt territorit palestinez, pasi Izraeli miratoi hyrjen e tyre për të qenë pjesë e procesit të rindërtimit, që siç duket ka nisur të hedhë hapat e parë. Mjetet nisën të hyjnë krahas kamionëve me ndihma dhe fillimisht do të përdoren për zhvendosjen e rrënojave të shumta të ndërtesave të shkatruara nga lufta dyvjeçare, që u ndal pas angazhimit të presidentit amerikan Donald Trump, i cili detyroi palët të vënë në zbatim planin e tij të paqes. Pas fazës së parë që vendosi armëpushimin, shkëmbimin e 48 pengjeve izraelit me rreth 2000 të burgosur dhe nisjen e tërheqjes së trupave izraelite, ngritja e një strukture qeverisëse pa grupe ekstremiste dhe rindërtimi janë hapat e radhës. 90% e infrastrukturës civile është shkatëruar. Kombet e Bashkuara thonë se për rindërtimin e Rripit të Gazës do të duhen të paktën $17 miliard. Lufta shkaktoi mbi 68.000 palestinezë të vrarë.